Me Fail Beqinov, si që ka thënë që shpresojmë që të kaloj, Albulena Agjiu kam në linjë të drejt për drejt Visar Zanin e blenim nga ashin dy komentatorët e Rregull Politik të Kanal 10 me nxjerrjen e pamje. Në fakt ishim duke komentuar tre emrat e mundshëm që mund përfliten, mund dalin sot nga ky takim. Janë natyrisht Albulena Agjiu nuk mund të jetë kandidate e cila do të mund të kaloj në kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës. I bie që nëse është Albulena Agjiu do të mbesim sërish në bllokat institucionale. Tre emrat të cilët ne kemi informacion që mund të jenë konsensus nga Partia Demokratike e Kosovës janë Shqipe Mehmeti Selimi, Mimoza Kusari Lila dhe Glauk Konjufca. Edhe Zani edhe Gashi kanë dhënë më shumë gjasa Glauk Konjufcës dhe Shqipe Mehmeti Selimit. Më lejoni që unë të bëj djalin e kesh dhe të parashikoj që emri me më shumë të gjasa për qenë kandidate konsensuale për kryetarët e Parlamentit Kosovës tjetë pikërisht Mimoza Kusari Lila. Do të shohim se si do të ndodhë, fillimisht do të shohim nëse Kurti do të heqë dorë nga zonja Agjiu dhe pastaj do të shohim se çfarë do të ndodhë nga brenda takimit. E bëra këtë sa për të pasur efekt, kështu se nuk është ne mund të bëjmë